Ai që njeh dikur si pazari i Shkodrës, një prej hapësirave që identifikonte kryeqendrën e Veriut, sot nuk është më. Të pakta janë kujtimet që kanë mbetur prej tij, dhe prandaj Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi po punon për një ekspozitë të pakzuar, Pazari i humbur i Shkodrës, ringjallja e një kujtese. Në këtë pikë janë ftuar qytetarët të kontribuojnë për këtë ekspozitë, kushtuar kujtesës pamore të pazarit të Shkodrës, përmes fotografive apo çdo materiali tjetër që kanë të trashëguar prej të parëve. Është një ekspozitë e cila hulumton pazarin e humbur të Shkodrës përmes kontributeve nga arkiva kombëtare, ndërkombëtare, arkiva lokale gjithashtu. Kuratorja e kësaj ekspozite, Kim Knopers, e cila është një kuratore që ka qenë e pranishme me disa ekspozita në Muzeun Marubi, krahas punës hulumtuese në arkiva, kërkon të ketë edhe një impakt më të drejtë për drejtë me qytetarët përmes një thirrje të hapur që ne e kemi lançuar që në muajin maj, ku synohen që qytetarët në përgjigje të kësaj thirrje të na sjellin disa kujtime dhe disa imazhe apo fotografi që ruhen në albumet familjare të tyre për të plotësuar një cikël narracioni mbi historitë e pazarit të Shkodrës, që nuk janë vetëm historitë e studiuesve apo hulumtuesve të pazarit, po janë edhe histori që bëjnë pjesë një kujtese më gjatë kolektive. Pazari i vjetër dikur zemra e gjallë e jetës shoqërore dhe tregtare të Shkodrës ka humbur, zona ka ndryshuar, por me ndihmën e qytetarëve ne mund të rindërtojmë një arkiv vizual për të ruajtur tek brezat e ardhshëm rolin e tij identitar për qytetin e Shkodrës, thuhet në njoftimin e muzeut që ekspozitën e ka parashikuar ta çelë në muajin qershor.